Korça, një qytet me traditë të hershme sportive, vijon të investojë në infrastrukturën që mbështet zhvillimin e sportit. Një tjetër projekt i rëndësishëm është rehabilitimi i objektit sportiv vogël, një hapësirë që prej vitesh i ka shërbyer sportistëve dhe komunitetit. Me një investim prej rreth 2 milion lekësh, Bashkia Korç do të ndërhyjë për përmirësimin e plotë të godinës dhe ambienteve sportive. Sporti vogël po i nënshtrohet punimeve për mirëmbajtjen dhe për të përmirësuar gjendjen teknike, funksionale dhe estetike të tij. Ndërhyrjet përfshin rehabilitimin e fasadës, zvendësimin e dritareve, sistemit të ujrave të shiut, lyerjen e godinës, rehabilitimin e fushës sportive si dhe zvendësimin e stolave plastik. Investimi synon të rrisë sigurinë dhe cilësinë e infrastrukturës sportive në shërbim të sportistëve, por edhe komunitetit që do të dëshirojë ta frekuentojë këtë fushë. Një pjesë e rëndësishme e projektit është dhe rehabilitimi i fushës sportive, e cila do të rikthehet në një ambient funksional për zhvillimin e ndeshjeve të futbollit dhe sporteve me dorë. Ky investim merr një rëndësi të veçantë për Korçën, një qytet ku sporti ka qenë gjithmonë pjesë e identitetit dhe jetës së përditshme. Përmirësimi i kësaj infrastrukture do të krijojë më shumë mundësi për zhvillimin e aktiviteteve sportive, do të nxjisë pjesëmarrjen e të rinjve dhe do të ofrojë kushte më të mira për klubet, sportistët dhe të gjithë qytetarët. Por funksioni i këtij objekti nuk do të kufizohet vetëm te sporti. Pas rehabilitimit, godina do të shërbejë dhe si një qendër multifunksionale, ku do të zhvillohen takime, aktivitete komunitare, sociale dhe edukative. Në këto ambiente do të organizohen dhe veprimtari që synojnë përfshirjen dhe integrimin e komuniteteve rome dhe egjiptiane, duke e kthyer objektin në një hapësirë të hapur për të gjithë.